tash intervista numër 2, ha? Gjendje të rritur i ka 8.000. Ciao, Denis, quale vuoi per intervista? Foto, ha? Foto. A dove mi foto tani? O lodhe? Shumë. Me shfaqet me klia gjithmonë të lodhshme, po në fund ka vlen kur është gëzime të tyre të tyre. Edhe rolin tjetër të lodhshëm e kishe? Po, edhe atje, edhe këtu. Sa kilogram ke unë për këtë muj? Nuk e di duna mu mod, halës. Lakron, cili është mesazhi për këta fëmijë të vegjël që presin fotografohen me ty? Fiks pare duhet me heq telefonat, me lut loja reale. Nëse dojnë me të pas shok, ha? Po, edhe duhet me orë në teatr, me pas Po. Ciao! Për me teja! A mu dhe tje tjetër? E gjelë në kohë, se nëse ti, Ari, atjerë, shpatë, në ti, nga kuj, që do vit Ari, shkoja shumë i rashkë, kohë të mire. Ari, nuk vjetë dhe të kohën, jo, a i vjetë diçka dhe më interesante se kohë. Raketa, kujdesën e topi, kujdesën e vrapimit, kujdesën e këcimit, të fshejës. E qështë për skulluar me shokën, ha 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 ha! Mirë, harë lojnë, ata fillojnë të lojnë në telefon, në tablet, pa frapuar, pa u lodhur, pa lojnë të bashkë. Dhe dini se çfarë dojnë pastaj? E dini? Sa më shumë që familjet harë lojnë, aq më shumë. Ai të pirati i kohës. Ai nisë të gjena ja. Ishte me dy duar. Pra, me dy duar. Ja, është shumë e lehtë, është shumë...